Risk është shëndeti. Risk është mirëqenia. Risk është forca e trupit. Risk është forca e syve. Forca e shikimit. Forca e vizionit. Të jesh i sigurt dhe i shëndosh, i lumtur, fëmijë të mirë, shoqëri të mirë, fëmijë të mirë, e gjithë kjo është risk. Njerëzit e sotëm po u the risk, ata mendojnë vetëm për paratë.